Familja Rexh Limani e Krojmirit të Drenicës është familje njohur detare e cila nuk është kursyer nga rrebeshët dhe tronditjet që sollën forcat pushtuese serbe në Kosovë, qysh prej vitit 1912. Nga kjo familje shquar për trimëri dhe qëndresë meritore kundër forcave okupatore serbe janë shquar Rahim Rexha, luftëtar i përkushtuar i Lëvizjes Nacional Demokratike Shqiptare, pjesëmarrës i Kongresit të Lypovicës dhe veprimtar i lëvizjes ilegale çlirimtare. Pastaj Xheladin Rexha, po ashtu një kundërshtar i hershëm i regjimit serb. Xhavit Rexha, i njohur në Prizren si Xhavit Lapardja, një intelektual dhe luftëtar i mirënjohur për çlirimin e Kosovës nga robëria slave. Në fundin e shekullit XIX dhe gjatë gjysmës së parë të shekullit të XX, familja Rexh Limani shquej për nivelin arsimor dhe vedijen kombëtare. Ishte Xheladin Rexha, njëri nga përfaqësuesit më të dalluar të saj dhe ndër shqiptarët e pak të zonës që kishte arritur të fitonte arsimim dhe të punonte në administratë. Dhe pikërisht për shkak të qëndrimeve të tij në mbrojtje të shqiptarëve dhe kundërshtimit të diskriminimit shtetëror, ai u detyrua të largohej me familjen në Shqipëri dhe do vazhdoi fryma adhetare të përcjellet në brezat e tij më pas. Vitet e luftës së dytë botërore dhe periudha që pasoi sollën ndryshime të mëdha politike në Kosovë. Shumë shqiptarë që kishin besuar se lufta do t'u sillte lirinë, u përballën me një realitet krejt tjetër. Xhavit Xheladin Rexha ishte një ndër 3 shqiptar që shkolluan në Akademinë Ushtarake të Romës. Pas përfundimit të luftës, ai refuzoi të pranonte zgjidhjen politike që e la Kosovën në Jugosllavi, duke mbështetur të drejtën e shqiptarëve për vetëvendosje sipas frymës së rezolutës së konferencës së Bojanit të 31 dhjetorit 1943 dhe 2 janarit të vitit 1944. Pikërisht qëndrimi mbajtur në të mirë çështjes kombëtare për zgjidhje e vendosi atë për nacionalitet në shënjestër të regjimit komunist jugoslav, i cili e burgosi dhe e përsekutoi me dekada. Pavarësisht sfidave që përjetoi, ai mbeti një nga figurat më të respektuar të rezistencës politike shqiptare të kohës në Prizren. Por historia e kësaj familjeje nuk përfundon me një emër të vetëm. Në vitet kur regjimi jugoslav po konsolidonte pushtetin e tij në Kosovë, shumë veprimtarë shqiptar vazhduan rezistencën në forma të ndryshme. Disa vepronin hapur, të tjerë në ilegalitet, duke rrezikuar çdo ditë lirinë dhe jetën e tyre. Rahim Rexha ishte pjesë e organizimeve nacionaliste gjatë luftës së dytë botërore. Ai bashkëpunoi me shumë veprimtarë të njohur të kohës dhe mori pjesë në përpjekjet për organizimin e rezistencës kundër pushtetit të ri jugosllav. Pas burgosjes dhe ndjekjeve të vazhdueshme nga OZNA, ai në morsën e vitit 1948 u vran rrethana që sot janë ende të paqarta, ku vrasja e tij konsiderohet një nga rastet më të errta të represionit politik në atë zonë që ka ndodhur krahas edhe shqiptarëve tjerë të vrarë. Selatin Morina lindi më 8 dhjetor të vitit 1976 në fshatin Krojmir të Drenicës. Ishte fëmia i 8 i bab Brahimit e nën Mehremës. Ndërkohë, baba Ibrahim Rexha së bashku me familjen e tij vendosët në fshatin Rufci Vjetër i komunës së Lypjanit, me qëllim për të mbijetuar ekonomikisht dhe për të ngritur familjen me shumë antar. Besa dhe neve këto kur na ardhe pi Krojmirit, se unë si fëmijë më men pi Krojmirit e kanë njëkë edhe vllavin, e kanë pas marrë ushtar në Aimin, e kanë marrë në Bosnë ato në Jakon, tani u kaj, e kanë marrë edhe djallin e miqës. Besa dhe janë ardhe dhe kanë lypar matim, e na kanë him pak të mas vakti na për në kontrol neve, edhe këtë në Ros, kur na ardhe pi Krojmirit, këtë në Ros kish pas shkit. Gjithmonë neve s'na kanë desht.
si kanë thonë këta janë Drenicës. Na jemi arrit në një familje shumë të madhe. Baba jon ka punu në Sloveni. Na jemi arrit në kushte normale. Ashtu më koha që ke për para, baba u kësy, po vllazët prapë kënë punu në Sloveni, këna pas një jetë normales, po baba na ka vdek, vllazët tonë janë kujdes për neve. Shumë mirë na kanë rritë, shumë mirë na kanë eduku. Selatini ka qenë një fëmijë shumë mirë, shumë i sjellshëm, shumë i urtë ka. Selatini ka një fëmijë diçka i veçantë, shumë i ëmbël ka për brenda ka i mirë shumë, për motra, për vllazni. Selatin Morina, shkollën fillore e kreu në fshatin Rufc, ndërsa arsimin e mesëm e ndoqi në një kohë kur mësimi në gjuhën shqipe në shkolla ishte ndaluar nga regjimi serb. Në atë periudhë, mësimi zhvillohej kryesisht në shtëpi shkolla, në oda dhe në ambiente të ndryshme private, si formë e rezistencës arsimore dhe kombëtare. Shkit kur ne i kanë morë shkollat, të më hanë, ka fillu në shkolla shtëpi. E kum pas fatin në unagimi që ta kemë nxënës. Në vitin 1990 Selatinin me shumë kolegë, po. Edhe një 6 muaj, thëmë vërtetën, unë e kam mësu në shtëpi. Këtë në Rufës vjetër, janë një 4-5 shtëpi, një ndër të ka qenë edhe shtëpia jonë, oda. Jonë do tëtë. Ne kena vazhdu shkollën, e kena viju në fshatin në Bojan. Me thonë drejtet me spjegu rase që kemi shku nëna për shkolla, te fshatit tonë në Rufës, në rëbër të vogël, në hallasht madh në Bojan, dhe nuk e guzohet me donë magjistrale me të po policia serbe. Se të kanë maltetu, edhe kanë shumë keq, edhe kanë probleme që edhe rastësisht, pe profesorave tonë, që me bu mu zonë na, pe policisë serbe, në nuk o do të me dhonë lokacionën e venin ku jena të shku. Edhe fletore dhe do të mishtin në rëp, mi fshef, që i kina pas për shënime, që mos mu vrejt që jetë të shumë shkollë. Ka qenë shumë i dashur në fshat me të gjithë, dhe nuk di ka qenë njeri i gjallë, njeri shumë i gjallë ka qenë. Njeri i cili kur atë nuk e ke po të mrollër, po ka qenë njeri i hareshëm për të gjithë dhe me të gjithë. Frymëzimin që ai na ka dhënë shokëve për mu largu friga, për mu përball me armikën, kanë shumë e madhe. Që këto problemu me kuptu sot me gojë, po jetën që kena bo, edhe bisedat që kena bo na si shok, së dërë diçka e pa besueshme. Në dërtet sot njëri nuk mund me kuptu që kohën edhe frymëzimin që ai na ka dhënë neve që do të mu viju mësimi gjithse qy, pavarësisht çmimit tonë si nxënës, ose familje që i kanë shkuar shtëpia për shkolla, mësimi gjithse qy do të mu moj. Pavarësisht na sa kena mujt me mësu në atë kohë, dashuria jonë për mësimin ka qenë shumë e madhe. Selatini qysh i ri orientohet në mesin e rinisë përparimtare, e cila me protesta dhe demonstrata në fillim të viteve 90 manifestonte pa pajtueshmëri me regjimin okupator, i cili Kosovës ja kishte pezulluar edhe atë pak autonomi që kishte pasur deri atëherë. Kur na vijojshëm pe Rusit, shkojshëm në Lipjan me protestu. Kurse të një farë rrugë, na i thojnë Janjevka, këta që janë tonës tonë, këta mujnë me kuptu, në rrugë atë, o konë një orë, edhe atë forca sërbe janë pozicionu. Nuk ka pas shansë të me kalu atë rrugë, për me hinë Lipjan. Se ajo o ditë qëllimi jonë, pse po shkojmë na? Na po shkojmë me protestu, për venin tonë, për shkollat tona. Atë o konë një përleshje shumë e madhe, edhe nuk pranej ke më këthuj më të rjekë, se kjo shkolla në takon neve. Nësë jemi të lypë kur gjë, jena të lypë drejta tona. Edhe pse forcat sërbe janë konë policia, njësia speciale, janë konë shumë të armatosën, me gaz gjësjelëse me gjitha ato, po a i ka qeni pas zbrapsë. Tashtë kure shishe shumë thjesht, kure shishe të ato që a insistejke që na duhet me shku në Lipjan.
pse na mos me shku mas tina. Edhe atë vreshin forca sërbe që pavarësisht frikës që e mbjellshin të na, vullneti për me vazhdu jetën o konë shumë i madh. Pe gjithë, veçanërisht prej tij. Policia serbe mbante shënime për familjet shqiptare që kishin rezistuar dhe do të rezistonin kundër regjimit. Për këtë shkak, ata merrin në biseda informative sidomos me pretekst të kërkimit të armëve të gjithë ata shqiptar, të cilët i konsideronin kundërshtar. Edhe kjo familja së kohën nuk kursehet nga presioni i tillë. Duke mos ju bindur ftesave të policisë, Selatini në vitin 1996 largohet nga Kosova, ashtu sikurse dhe shumë të rinj shqiptar të vendit tonë. Ka qenë i vetëdijshëm që na nuk mundemi kurse si në mënyrë pasore me fitu betejën. Po gjithherë ka pas breng dhe nuk ka qenë njeri pa frigon. Ka ndërzet, nuk ka qenë njeri shumë i pa frigon. Prej armirëve. Në fillim të viteve 90, Krojmiri u shndrua në një nga qendrat e organizimit të rezistencës shqiptare. Në një kohë, kur regjimi serb kishte shtuar dhunën dhe represionin në Kosovë, të rinj, mësimdhënës, studentë fshatar, u organizua në fshehtësi, duke krijuar bërthamat e para të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës në këto anë. Veprimtaria e tyre përfshinte grumbullimin e informacioneve për lëvizjet e forcave serbe, organizimin e rrjeteve ilegale dhe përgatitjen për luftën armatosur. Pas epopesë së ushtrisë së çlirimtare të Kosovës në mars të vitit 1998, Krojmiri u bën një pikë e rëndësishme e organizimit dhe mobilizimit, prej nga veprimtaria, ushtria dhe në fshatrat përreth, duke dhënë një kontribut rëndësishëm në zgjerimin e luftës çlirimtare. Selatini orë në vizite në tone, unë po, unë jam konë në rësinos me pikë, të au në sinami. E vizitum Zelen, po kësi i ri, po qaq atë krenarin e vetë, në atë dëtë, vëllaj motër, e përsa fund të farkë. Po dhe ish një farkëcimi, kur po vëllam tonë ushtarë dhe gjitha ta shoqëni tina. E unë po se uniforma nuk ishën të mjaftueshme, armatën mjaftueshme, ju edhe e poshë se u mërzit. Ato nejtu me cilën, ju asë shumë, edhe unë dajtëm për tina. Ka erëm që të rrugës unë si motër, shumë kun kaj. Kë, sa veç po më dhimet se kushtet shumë i kanë. Nuk kanë kushtet mjaftueshme, nuk kanë armatim sa motër mjaftueshëm. Nuk kanë uniforma, kë kish pas kretë e kish pas atë marakin, e nuk më ka të regu mu rrugën. Gjithë shka një jetë më ka të regu, që atës më ka të regu që ka me dalë, e që ka me shku më vesh, lavja. Kur pas se luftëtarëve u mungonin armët dhe pajisjet më të domosdoshme, Selatini mori sërish rrugën e Gjermanisë te vëllai i tij Agimi. Atje siguroi uniforma dhe gjithçka që mund të shërbente bashkëluftëtarëve. Pa humbur kohë, u nis drejt Shqipërisë, i vendosur të kthehej në front. Aty ku e thërriste detyra ndaj atë dheut. Selatini para se mu nisë për Kosovë, thoshte që ne do të shligerojmë Kosovën. Jo vetëm Selatini, po të gjithë, që Kosova do të shligerohet, një mënyrë ose mënyrën tjetër. Selatin Brahin Morina, ashtu sikur edhe shumë luftëtarë të tjerë të lirisë, ka kryer stërvitjet ushtarake në burrel të Shqipërisë, ku zakonisht stërviteshin luftëtarët që vinin nga vende të ndryshme të Evropës, por edhe vullnetarë të tjerë nga Shqipëria që përgatiteshin për të hyrë në frontet e luftës në Kosovë. Të janë fillet e para kur ne jemi taku me ushtarë vullnetarë që kanë qenë djemë
shumë entuziast, shumë trimash, që ju kanë përgjigjë tires për shlirimin e dheut. Aty e kongret Selatini që është një tip i pathyshëm. Një tip që thjesht nuk di çka ofriga, edhe një tip që çdo sekond ju do ke gjatë për me hyjë më shpejt në front. Në pranverë të vitit 1999, Selatin Morina sistemohet në radhët e brigadës 138 Agim Ramadani të zonës operative të Dukagjinit. Brigadë kjo e cila aso kohë komandohen nga e prori i ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, Rustem Berisha. E di që Rustem Berisha na ka mbajt një fjalim, edhe di që na ka thonë, djema, këtu është vija, këtu është domethënë fillimi i frontit. Këtu ata që nuk janë të përgatitur për në front, nuk është tërë për mu të rjek. Se tash prej këtë kuhini anë amo nuk ka mu të rjek mrapa. Edhe tha, për djema, tha ju keni orë, tha me luftu për Kosovë. Si me luftu këtu si Ndrenic, si Lap, si Gollak, si kudo që lufton është, Kosova është e gjithë. Edhe drejtën me tha, Selatini ka në kuën kër i na kom mas ngushti, mas zori, i na kom për djemë së për Selatini. A orë, në ka bashku të gjithun, ka zo pozicione, edhe djallë me karakter, djallë i guximshëm, djallë trem, djallë që lyp këtë tonë për çdo ditë, lyp këtë luft. Kishte një natyrë të afërt të cilit bante të përvete gjithmonë. Kishte një mohabet, një diskutim të sinqert dhe intelektual. Si Selatini zakonisht gjithmonë në thërk edhe lejat familjare të cilat ishin jashtëzakonisht të rëndësishme, sidomos për gjyshin, babën dhe vllaznin. Selatini dhe vllaznin kishte ushtrisë të Kosovës. Domthonë komplet ishin dhënë mas ushtrisë të Kosovës dhe mas Gjerisë të Tiranit. Selatini ka qenë shumë i veçantë krahasuar edhe me ushtarë të tjerë për arsye se ka marrë vetë iniciativë, është përgjigjur për aksione si vullnetar, ka rrezikuar shumë jetën, nuk e ka kursyer, edhe njerëz si ai ja blen të jem krenar që kemi pasë edhe kemi kalu kohë edhe jetë një pjesë të jetës me Selatinin. Vetëm luft, ai lyp ke veç me luftu çdo ditë, bajk edhe ako problem kështu edhe problematik me hajgare, me batuta, ako qashtu ai vetë del ke navike në për pozicione, në për bunkera, ai keni rregullu send, ai keni bo send, atë se pa fillojna me luftu, që ke në 5 mëngjes, e ka pas gjujke për pjetë. Të ke, hadë të ke t'ingun së pak ata nena që dhe të nisën me neve të ke luftës. Por rreth se aty lej mirat ajo dhe ke t'ingun së pak ata, kur fillojmë dhe ke natën ata na kthejnë neve, tani dhe ke fillojnë na. I ka pas të përditshme lutë. Absolutisht Selatini asnjëherë nuk e ka diskutuar tërheqjen. Përkundrazi, kur kishte ushtar të lënduar shumë, ai asistoi që dhe jep ke guxim që të vazhdojmë dhe thoi që se ne deri në fund duhet luftojmë dhe ishte një shembull për gjithë ushtrinë shqiptare të Kosovës, sidomos për pjesën tonë të mbrojturët ku ishim të vendosur. Selatini kishte aq guxim sa po ta sheshe moshën e tina, ti mendojsh se këtë bashkë me një ushtarak të përgatitur në Jugosllavi, po jo që ishte një vullnetar që kishte ardhur nga mergimin për të luftuar për vendin e vet. Domethënë Selatini ishte si pa trembur dhe i palohatshëm parimet e veta. Kjo ishte tamam e trashëguar me breza nga familja e tij. Kujtohet edhe një herë kur ka rrezikuar shumë jetën e tij për ndihmë në një ushtari që bet i plagosën në mesin fushë mina që kanë qenë të vendosura nga armiku, edhe e rrezikoi aq fort jetën edhe nxjerrën një ushtar që ai humbi komën e tij në atë pjesë të betejës, edhe sot ditë ajo është shoqërohet ka pështu po fol Selatinit për vojës dhe guximit të tij. Ka qenë gjithherë një ndër ushtarët më të rima edhe më i vullnetshëm edhe entuziast për mënyrën se si ai ka luftu. Kemi qenë ka ora 5 e mëngjesit të bisedu me tonë në bunker, kur ka ra granata edhe ndër ka lashën ja ka edhe ma boni mu tha je mirë se qaq dahi madhe i granatat nuk e shishëm një tjetër në mlej dhe jo. Thash o mirë jam unë po te ja ke pështu.
Tha po edhe me unë ka kap. Unë ka që përpjetë, thëmë, shuqë se tha mirë o baca, se pështum. Edhe kemi një bërtim, me thonë 20 metra, kemi pas lëtë figecin, ish pas plagu. Edhe një farrahi është shëkijun edhe ish pas plagu në kryran. Kishë në granatimet noja edhe luftimet noja, edhe aja ditë ke edhe damshme edhe për neve, se na plagasin shuk, se latini ka qenë me një bunker, me njënë për shukëve tonë, i cili është plagu sa diteran për i granatës. Edhe janë mënu më të tjekë, po s'kanë mujtë atë, më kanë larat njëherë. Plagosën, tani janë arë njësia speciale, Shqiponjet e zeza, se gjithë kanë intervenu kërë ka pas rrëthime a dishka prej serve. Edhe se Latin Morina me Shqiponjet e zeza i ka pruna të afërn, edhe më kanë të rijek, se Latinin veç një herë këm po mërzet shumë. Qatë ditë që më ka shtremu durën edhe më ka thunë, mos u banë marak se ki me pështu. Edhe kemë pa në petë. Se gjithë i hareshëm, gjithë të kesh, gjithë djallë me vullnet, shumë djallë i rykët. Dhe gjithmonë sa herë dikush nga ushtartë, ushtishtjimtarë të Kosovë plagaste, a ishte pari që vike dhe me asistoj këmo. Unë e kisha një lloj, si me thonë, që jepsha ndihmën e shpejt, por në këtë raste nuk isha vetë, isha gjithmonë se Latini që vike dhe me mbrojke në çdo rrethon që u do këta jepsha asistencën të kolegët e me të ishu shtëjashtimtar Kosovës për ndihmën e shpejt. Ne kemi pas shumë 10 raste ku se Latini kush dëshmu që është i guxim shumë dhe ka kurajo të ndihmoj çdo bashkëluftëtar në vinë e parë të frontit të luftës. Në qershor të vitit 1999, Selatini së bashku me mijëra luftëtar të lirisë futët në Kosovë, duke përzënë për gjithmonë nga vendi ynë forcat policore dhe ushtarake serbe, të cilat kishin vrarë e masakruar mijëra shqiptar. Kur mbërriti në Rufc, familja e tij përjetoi një befasi të madhe. Deri në atë çast, ata nuk e dinin se edhe Selatini kishte qenë pjesë e radhave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Po Selatini kur i shku në Shqipni e ka marrë 2 uniforma dhe një kallash që kish marrë, më ma pru mu këtu. Uniformen alo e kam, edhe se këna ditë. Na jena këthuj me 16 këtu, kë Selatini mas 20 ditë që të pare ardhë. Edhe unë kujtohet, unë më kanë në dhe të shërby, dhe na unë akon rena dhe oj madhë. Unë kujtohet si kur ka orë Selatini, në dyrtu dhe sa konkë, ka thirë shumë me të madhe o bacirat dhe në mëqë. Kur këna dorë në dirë, këna po Selatinin, jena befasu, aqë o do kemë mirë me atë uniform, aqë ish pas plëtsu, ato kënë krisë vojtë. Keni knatësi për neve, se kom prit e kom ditë si në do kur, ke gëzim i malë për mu, nga se di shumë. Adin ka erdash, ka piki ki moshkëll. Edhe e hini Selatini mrena në nurt ato, ullëm na, për na ka zënë si marrë për kufini. Ato edhe u bashkun 2 luftëtarë e ushtrisë shkrimtarë. Ato u zatetën vllazët që ndashë shumë, Selatini dhe Selatini, edhe nanë hëndjera. Nuk i nanë të gjithë, po dhe ishëm krenarë, kur i pam të vllazët. U bashkon të 2 ushtarët, s'ku nana në motra e vllazët së këtë ditë, që ka liftu kënë koshore. Sëm pas ka lau vetë, a ardhë, jo pas ka bashkan gjitë ushtrisë shkrimtare, edhe e një vetin krenar, si vllau i Selatinit, si ka marrë pjesë edhe Selatini, jem krenar, për vetë mas pare, për familjen e për të gjithë. Pas përfundimit të luftës, Selatin Morina vendosi të shërbente shoqërisë me të njëjtin përkushtim. Ai u angazhua në mbështetje të familjeve të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës, ndërsa ishte edhe pjesë e organizatës së veteranëve
të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. E vlerësoj shumë respektin e tij që ka shku gjithë stejt që më kanë prumu prej Spitali Ushtarak Tiranës, çdo ditë të nëna të baba jam që ashtu e interesua dhe mi ja vjek mërzin, edhe kur më kanë prunë këtë, a dalëm ka prit, edhe kemi kalu shumë mirë, s'ke pas as djali, shumë djali mirë. Prej momente që kom njohë Selatinën, kom dallu të ajtë të parë dhe karakter të veçantë, një djalë i fjallës e i besës, një djalë i familjes të madhe që ka shërbia të vëjët, tër gjenerata bashkë me Selatinën, ashtu do të kujtoj Selatinën të njëtën si një djalë i papërsëritshëm. Selatinia, kur nuk ka lojë, a ka shumë punëtor, shumë i dashur, ka për shoqëri, a ka për familje. 2002 e banëm një darsën, Selatinit, ja banëm vlasën. Mahet me në Smertina. I thyrën shoqërin ka i kanë, që që ka darsën me bukur e veçantë. Na shpetu në ushtarë, a që mirë ja banëm, darsën e sa i kënaqur. Kish një familje të mirë, kish një grupë. Ishte nderë për mund të kisha Selatinën shak edhe pas luftës, pas gjatë asaj vujtjes dhe sakrificës që kemi kalu, po edhe një familje është familje që thujnë të na e dheut, e bukës e tukës, një familje tradicionale shqiptare, edhe sëtë vërdajt kanë raporte shkëlqyshme me ta. Selatinë e kemi pas krahas gjithmonë mas luftën në gjitha organizimet, sikur kur e kemi organizuar në përvjetër për ne dëshmor, në akademi, e vlen të cikëll të përmenet se gjitha projektet që kemi pas për ndihmë dëshmorëve së luftare për ndërtim ndonjë shtëpi ose ndonjë projekt tjetër, pllak përgatimor, diçka tjetër, Selatini na ka ndihmuar financiarisht dhe fizikisht bashkë me vëllezërit Gjeladinin, Limin, Rahimin dhe të tjerë. Selatini në të mëngjes ka dalë. Mëngjes për shtëpisë, a ka vllap matë, janë dhe për shtëpinë. Edhe i ka thonë bacirave që pak po dalë, e kënë ti shok. Edhe nuk vënovla. Ish vesh bukur. Qa që kështë zbukuru Zoti e rëzaj kellaj. Edhe ka hinderë. Edhe më ka thonë motër, edhe gjithë herë më ka veta e më vesh bukur. Ka shumë lasa me mu sjellë 3 herë, tha e më vesh sa shumë mirë. Pa ke vesh, gjithë herë më ka vetë. Apo do këna mira një ka darë për shpës. Vojza vogë. Pas më këllë shkaj. Në nisi po kanë. Edhe i shkoj për masë. Shko sa të didia, qikës, thash mere vloja më kra, e ka marrë, ma ka bo me 2 dorë të talë, mos shku. E ka marrë qikën, e ka shtin kërë, edhe ka shtet tita të rabarë, edhe ja ka bo, ma me 2 dorë, edhe ata dalë Selatinë. 5 vjet pas përfundimit të luftës, më 30 korrik 2004, rrugëtimi i Selatin Brahim Morinës mori fund në mënyrë tragjike. Teksa udhtonte me veturë së bashku me shokun e tij të ngushtë Nexhmedin Sufin nga fshati Torin, pranë kryqit të Lipjanit, humbi kontrollin e automjetit, duke pësuar lëndime të rënda. Një ditë më vonë, më 31 korrik 2004, pushoi së rrahur i zemra e luftëtarit të lirisë, Selatin Brahim Morina. Ai u përcoll për në banesën e fundit me nderimen nga familja, bashkëluftëtarët dhe qytetarë të shumt në fshatin Rofc. Ka gja shtirë, se jo si vlau po shak e shka thush. Arhana ka për mu, se luftën e ka përsim bashkë, mas lufte ndodhe që ka ndodhe, je shumë ranë. Lem shumë hidhur, e në tragjik për mu, edhe për gjithë shokët e luftës, që e ka njohë Selatinën. Në gjithë të rrim krenar që e kemi kalu spokun e pjesë jetës me to, edhe pjesën e jetës më të shmushme me to. Unë kam shkuar në shtëpinë e Selatinit, në ditën e marrimit, cili konsideroj se nuk jam përmbajt mjaftueshëm. Ishte për mu shumë shokuese se ishte shoku jam më i ngushtë. Unë me ta flajsha, qajsha. Çdo mëngjes më pas si krah.
po edhe më ka pas mu, ma ishëm të pamdashëm, edhe pas luftës. Për mu ka qenë një traumë, po edhe ka një bindje që ai nuk mund me vdek njëre. Për mu ka qenë i pa vdekshëm. Me veprën edhe historinë që ka lënë mas. Selatin e tërë jetën e tij ka pas shërbim familjes, shokëve dhe danet. E ka pas fatin se ka shku shumë i ri. Po Selatini edhe dy jetë tjera si t'i bante se sot do që t'jetënte, ai nuk ishte për të ndryshuar kursin e jetës dhe dështë të vazhdonte jetën ashtu si kishte vazhduar. Në vendin ku humbi jetën, vëllezërit dhe bashkëluftëtarët ngritën një pllak përkujtimore si dëshmi e respektit dhe mirënjohjes të një luftëtari që u përgjigj thirrjes së dheut dhe i mbeti besnik idealeve të lirisë deri në fund të jetës. Selatini me punën e me veprat e tina na krenohemi sot si familje, edhe unë si vëlla i Selatinit jam krenar për punën e tij, si e ka bën te momentin e fundit. Ka punu për çështjet kombit, a kom besnik, fjalë pak e punë shumë, vepër të mirë ka pas. Me babën jam shumë krenar, qysh kanë fola gjallare, gjysha jam e ndjerë, sepse unë nuk e kam njoft, kam qenë një vete gjys, kur babi vdeq. E vetëm hallat e gjallaret që kanë folë për ta, shokët e tij që gjithmonë kanë ardhur si në përvjetar tij, edhe jam shumë krenar për babin që e kam pas, edhe shpresoj edhe besoj që edhe ajo është krenar në atë botë me mu. Ai visë vepra të mira. Qësë herë, që nuk ka ditë që se kujtojnë. Pa ja përmenen. Tashë Allah, aprimi, ja, emrin ja kanë zi djallit. Më 20 vjetë, ja pa djalli emrin e ti. Nuk ka ditë që se kujtojnë. Kjo a ka një vënatës. Kjo a ka shumë i shosnushëm, ka pas shosnit ma. Kur roda ju nuk ka pushu i shosnive ty, kur s'ja ka aprish cepin, nana se në halë vlasët më të vaj. I kemi shërby vendit nga Rajm Regja, me Gjeladinin, me Selatinin, me Naimin, me Bekimin, me Nasofin, me Isofin, dhe Hoxha Regj, i ndjeri edhe ai ka bon. Dhe ai ka bon për qësin këntore. Edhe jem krenar. Na si familje, na i rujmë vlerat e ti, edhe fotografit i kem ti të luftës e shokëve të ati, amblemat se i ka sjell për Shqipënijës këto, uniformat, të gjithat të ati veprat e mira, edhe si familje, edhe si katon e mojnë turnirin në emët Selatinit, jem krenar, edhe rruga e mba në emën e Selatinit, na kem qa me kujtu Selatinit, se ka la shumë veprat mëdhaja, ka la shumë, sa ne ka la një shoqëni shumë të mirë, një rreth shumë të mirë, edhe krenohemi me veprat e tina. Krojmiri gjatë luftës së ushtrisë së çlirimtarët të Kosovës ka qenë ndër fortesat më të pathyeshme të saj. Ndërsa në grykën e shpëtimit, e cila shtrihet në pjesën jugperëndimore të fshatit, luftën e kanë mbijetuar mbi 25.000 të zhvendosur nga Drenica, Lapusha dhe shumë lokalitete të tjera të Kosovës. Luftës për çlirimin e Kosovës, krojmiri ka dhënë dëshmorët Enver Olluri, Is Olluri, Qamil Olluri dhe Halil Metaj, ndërsa janë martirizuar nga predhat e ushtrisë e policisë serbe, Afërdit Qeriqi dhe Musa Bungu.